Gjestja është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP pas një pauze të shkurtër për t'u trajtuar nga mjekët, pas incidentit të ndodhur gjatë dasmës së Jozit dhe Loredanës. Ai u largua për disa orë për të marrë ndihmën e nevojshme pasi Gerta i ka hedhur alkool në sy, veprim i përsëritur 2 herë për saj. Duke se gjendja e Gjestit është përmirësuar dhe ai është i gatshëm të vazhdojë garën në reality show. Nga ana tjetër, Gerta ka pranuar se ka hedhur alkoolin në sy Gjestit 2 herë dhe ka theksuar se veprimi ishte i qëllimshëm. Më pas në shtëpi ka ardhur një zarf i zi, një njoftim thuhet se televotimi së shtunës është anuruar. Akoma nuk dihet nëse do të jetë një televotim kot në kot mes Gjestit dhe Gertës apo një përjashtim. Kujtojmë se një situatë e tillë ndodhi edhe vjet mes Eglës dhe Meritonit, ku Egla u përjashtua dhe më pas u vendosën në dhomën e bardhë ku hapte televotimi. Por na ngelet të presim deri të martë për të parë vendimin e zarfit të zi. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe Zona VIP.